Qarkurja e Shkupit, një nga arteriet kryesore që lidh pjesë të ndryshme të kryeqytetit, prej kohësh ka dëmtime të shumta në asfalt. Gjendja e rënduar e kësaj rruge shkakton vështirësi për drejtuesit e automjeteve, e jo rrallëherë përbën edhe rrezik potencial për aksidente. Kursia e mesme në qarkurën e Shkupit ka shumë broba dhe është e rënuar pothuajse plotësisht. Si rjedhoj, të gjitha automjetet përfshi vetira, tore dhe kamionet pëtishet të bosisin në kosinë e majt, duke shkaktuar rrezik potencial për aksidentet në trafik, ku jo rrallëherë ka pasi pasoja njerëz, por me raste fatale. Autoritetet kanë paralajmëruar rehabilitimin e qarkurës me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe qarkullimit të rritjes së sigurisë për pjesëmarrësit në trafik. Projekti pritet të përfshijë rinovimin e shtresës së asfaltit dhe ndërhyrjen e pjesës së dëmtuar të rrugës. Por nga ndërmarrja publike rrugës shtetërore nuk japin një afat konkret se kur do të mund të nisin punimet në terren. Ndërmarrja publike për rrugët shtetërore kreu një procedurë të prokurimit publik për përzgjedhjen në një projektuesi për përgatitjen e projektit bazë për rehabilitimin e qarkurës së Shkupit dhe nënshkroi kontratën me projektuesin e përzgjedhur. Pas finalizimit të dokumenteve të projektit nga operatori ekonomik i përzgjedhur, do të fillojë procesi i sigurimit të burimeve financiare, do të përcaktohet se kush do të kryejë aktivitetet e ndërtimit dhe do të fillojnë aktivitetet e planifikuara të ndërtimit. Kujtojmë që qarkurja e Shkupit nisi të ndërtohej në vitin 2002 dhe u lëshua në përdorim në qershor të 2009-s, pra zgjati rreth 7 vjet. E njohur si autostrada M4 ka një gjatësi prej 26.7 km. E sipas burimeve zyrtare, kostoja fillestare ishte rreth 70 milion euro, ndërsa me aneks marrëveshja saj u shtuan edhe 48.3 milion euro. Pas vërshimeve të 6 gushtit të 2016-s, që përfshiu dhe zonën e Stajkovcës, qarkurja u dëmtua në masë të madhe dhe prej një dekade janë bërë vetëm sanimet simbolike.